Po bëk në votu, ku kem na? Mo falë s'kem se xhamia ma poshtë. S'ke kur që. Çka pritni për këtyre zgjedhjeve? Pa e pritëm ma mirë pritëm. Inshallah bëhet mirë, se për qysha ka njës, jo. Qysha ka njës, do shkojnë të poshtë krejt. Qëmsh, se kom e bo? Pritëm të shka më të mirë. Inshallah. Gjithë s'ka në regullë, qëtësi e mirë bëllë. Isha për më përzihen aty, e s'kja kumë në venja u kumë dhonë. Çka pritni për këtyre zgjedhjeve? Presë me konë ma mirë për trice, për neve. Vëlloj pënzijat bëtë liga. Më në hesapët për ilashe. Për ilashe, që tyre ilhamdulillah që ne kanë qitë. Pas heq. Se që këshëm bon, po jenë edhe djelë për vëlloj ata gollet e veta. Qashtu. Me që faleminirë sa petë për i krejtve. Gjithë shka në regullë shkaj, se kam marrë për Mitrovice, jam bie Podojevës. Çka pritni për këtyre zgjedhjeve? Po më bo të natë mirat, me suksese, me shkuve. Për trit, për nënat, për fëmijët, jetima, për gjitha, për shkolla, për studenta, për mjekësim. Procesi në shkollën ku unë jam menagjere, është duke shkuar gjithçka në rregull, kemi filluar me kohë, kemi një dalje të mirë të votuesve, deri me tani që është rreth orës 15, daljet e votuesve janë 2275 votues që kanë dalë, pra nga 8082 votues që kanë drejt vote në këtë qendër, dikun rreth 28% kanë dalë, kanë votuar. A ka pas ndonjë incident, a është apo Jo, për diçka? deri tani nuk kemi pas asnjë incident.